Vetëm edhe pak ditë në ndajnë nga fillimi i lojrave olimpike Rio de Janeiro, lojra olimpike këto në cila do të marrin pjesë së paku 206 shtete e në mesin e tyre është edhe Kosova. Një arritur tetë e madhe e cila vlerësohet në gjitha aspektet nga të gjitha nivelet shtetërore të vendit tonë. Për të folur për rrugën që ka bërë komuniteti olimpik drejt kësaj loje, drejt kësaj ngjarje kaq të rëndësishme, ne kemi ftuar drejtorin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotrin Besim Hasani, me cilin do të flasim për gjithçka që keni pasur gjatë gjithë kësaj rruge, e cila po besoj që ka qenë shumë e vështirë, zotri Hasani. Por fillimisht unë dua të ndalem tek një moto me të vërtetë, domethënë se është gjithnjë pa mundur derisa të kryet. Është kjo motoja me cilën ju keni filluar këtë rrugë apo jo? Realisht po, sepse dikun janë 24 vite që nga themelimi i Komitetit Olimpik të Kosovës dhe është dashur të kalojë 22 vite për të pranuar në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Dhe këto 22 vite për shumë kënd kanë qenë të pamundura, të parealizueshme. Por kur realizohen atëherë është ndjen krejt tjetër. Duke ndoshta që edhe ka qenë e lehtë, mbase edhe kjo fjali e shpjegon krejt këtë rrugtim, por realisht shumë vështirë ka qenë. Shumë vështirë është dashur sakrificë, edhe individuale, edhe ekipore, sakrificë edhe familjare, sakrificë ndoshta edhe materiale, por edhe gatishmëri për ta sakrifikuar edhe jetën, sepse ne kemi qenë në një regjimin e një okupatori të pashpirt, të pamshirshëm. Mbase s'ka okupator të mirë, por këta kanë qenë të veçantë. Këta të kanë maltretuar edhe pse ke dashti me mësu, pse ke dashti me bë sport. Këta ta kanë ndalu shkollimin në shkollat mesme dhe në universitete. Këta ti kanë mbyll objektet e kulturës. S'na kanë lënë për stadiume, s'na kanë lënë për objekte sportive, prandaj me të drejtë ne kemi kërkuar që të njihemi nga edhe Federata Ndërkombëtare, por edhe nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar, dhe përfundimisht me 22 tetor kemi marrë sinjalin e parë dhe pikërisht kam qenë këto objektet e radio-televizionit 21 kur unë e kam marrë informatën se jemi pranuar. Më ka thirrë personalisht presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të na kumtuar këtë lajm të cilën ne kemi prit 22 vite me radhë. Është quajtur historike pjesëmarrja e Kosovës në lojrat olimpike dhe jo pa të drejtë apo jo? Në mënyrë absolute e drejtë quhen historike, sepse për herë të parë Kosova merr pjesë në lojrat olimpike. Shtetet tjera kanë pas mundësi plot 122 vite me marr pjesë në lojrat olimpike moderne të organizuara, ndërsa Kosova vetëm nga ky vit merr pjesë në lojrat olimpike, por kjo është ngjarje historike. Lojrat olimpike janë ngjarja më e madhe, jo vetëm sportive, edhe pse janë 10.500 sportistë elitarë të botës. Ndër më të mirët. Më të mirët. Realisht, ata 2 vite duhet me qenë më të mirët për me mujtë me qenë me normë olimpike. Pastaj tjerët ftohen për të marrë pjesë, por megjithatë janë më të mirët e shteteve të tyre, të cilat kanë dhënë rezultatet më të mira, dhe të tillë ne i kemi 8 sportistë, 2 i kemi normë olimpike. Majlindën dhe Norën. Ta arrish normën olimpike është një arritje e jashtëzakonshme. Zakonisht këta që arrin normën olimpike, këta kanë shansat edhe për medalje. Prandaj është historike. Është historike sepse në veçanti është për shtetin tonë. Sepse ka mundësi të bëhet një diplomaci e jashtëzakonshme atje. Kryeministri dhe presidenti i shtetit tonë kanë mundësi të takojnë të gjithë kryeministrat e 206 vendeve, sa thatë ju se do marrin pjesë. Presidenti i shtetit mundet me i taku 205 president të tjerë gjatë këtyre dhe normalisht. Por e quajnë edhe ngjarja më e madhe e biznesit, sepse aty janë të gjithë partnerët, të gjithë sponsorët më të mëdhej të lëvizjes olimpike botërore, por edhe të komiteteve olimpike kombëtare.
është historike dhe unë e besoj që këtë populli do të na përcjell me kërshëri, me vëmendje, sepse i përcjell këta 8 sportistë të cilët për herë e kësaj loje. Dhe vërtet ja vlen me jetu për këtë moment. Një ditë rëndësishme ka qenë edhe dorëzimi i flamurit shtetëror nga presidenti Hashim Thaçi, Komitetit Olimpik. Në fakt, kjo ngjarje ka ndodhur në brëm. Më komentoni pak si ishte kjo ndjesi të merresh, sepse flamuri shtetëror është njëri ndër simbolet, mund të them, më të rëndësishme të një shteti. Mund vjen jashtëzakonisht mirë që kjo që ka ndodhur në brëm dhe mënyra se si ka ndodhur. Ishte një organizim. Dhe dua ta përshëndes presidentin e Republikës Kosovës, zotit Hashim Thaçi, për gatishmërinë e tij që të dalë nga kabineti i tij dhe këte para të gjithë sportdashësve ta bëj dorëzimin e flamurit, sepse mbase shumica e shteteve e bajnë nga kabineti i presidentit, por kësaj radhe u vendos që të dilet dhe ishim në amfiteatrin e Gërmis. Dhe ka simbolik edhe amfiteatri i përkujton lojrat antike ku kanë marrë pjesë edhe ilirianët në të kaluarën. Por përkujton edhe këtë periudhën tonë, sa ishëm të privuar nga e drejta të marrin pjesë në objekte sportive, kështu që kishte shumë simbolika, por e më e rëndësishmja ishte që ishin krejt sportistët e Kosovës, sportistët elitarë, edhe të kaluarës edhe të ditëve të sotme. Ishin drejtuesit e sportit që kanë dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm. Ishin ambasadorët e shteteve ndryshme, ishin ministrat, por ishte edhe presidenti që ja dorëzoi flamurin Majlinda Kelmendit, por ajo që vërtet është për të përshëndetur ishte dekorimi i sportistëve, shpallja e sportistëve sikur herojtë të ditëve të sotme dhe realisht ata janë herojtë të ditëve të sotme, sepse mbi 3 miliard njerëz na vështrojnë nëpërmjet këtyre 8 sportistëve. E qartë. I përmendet 8 sportistë nga Kosova të cilët do të jenë në disiplina të ndryshme. Majlinda dhe Nora kanë fituar këtë normën olimpike, ndërsa të tjerët do të jenë për shkak që Kosova është për herë të parë në këtë lojë. Jo. Apo ndryshe? Është praktik. Është praktik. Se është interesant në një statistik, vetëm 50% për afërsisht të shteteve, sportistët e tyre fitojnë normë olimpike. Do më thonë janë mbi 100 shtete që sportistët e tyre asnjë normë nuk e kanë. E qartë. Kosova e ka 2. Tash, marrin pjesë 206 komitete olimpike, sepse për hir të pjesëmarrjes i lejojnë secili shtet me i dërgue 2 sportistë nga atletika dhe 2 nga noti, në 2 gjinive. Edhe është një komision e quajnë 3 palësh, që ata sportistë që kanë qenë shumë afër normës olimpike, por që nuk e kanë arrit, e zgjedhin 1 ose 2 prej tyre, te Kosova i kanë ftuar 2. Kështu që 2 janë nga atletika, 2 janë nga noti, edhe 2 të ftuar, njëri është shenjtare Urata Rama dhe është Qëndrim Guri nga ciklizmi. Nga noti e kem Rita Zeqirin dhe Lum Zhavelin, ndërsa nga atletika e kem Viona Kryeziun dhe Musa Hajdarin. Zotri Hasani, unë jam e sigurt që me këtë entuziazëm që po folni për këtë ekip, jam e bindur që e keni shikuar nga afër punën që ka bërë ky ekip, ushtrimet intenzive për gjatë gjithë kohës për të përfaqësuar sa më mirë në Kosovë, në lojrat olimpike. Jo vetëm që kam qenë afër, por kam qenë protagonist që ata t'i marrin bursat olimpike. Dhe secili sportist i Kosovës i ka pas nga $500 në muaj për përgatitje. Madje edhe në fazat të ndryshme ju kemi ndihmuar që të shkojnë në përgatitje. Ja u kemi sjell ekspertët më të naj të punojnë me trajnerët e tyre, por edhe me ta që të munden me përfitu sa ma shumë. Dhe unë besoj që çdo sportist, çdo bursist, se i kemi pas 15 bursist, e prej tyre 8 janë të ftuar të marrin pjesë në lojrat olimpike, të gjithë këta kanë pas mundësi me përfitu nga Komiteti Olimpik, me përfitu nga qeveria e Kosovës, por edhe nga sponsorët e ndryshëm, nga partnerët e ndryshëm. Kështu që konsideroj që në 20 muajt e fundit ata kanë qenë
në vëmendjen e këtë institucioneve relevante sportive të Kosovës, por edhe të qeverisë që dua t'i falenderoj padyshim sepse pa një bashkëveprim, pa një bashkërenditje, pa një aktivitet, një unitet rreth një drejtimi, vështirë arrihen rezultate kulmore çfarë kanë arritur sportistët tonë. Ne i kemi dy norma dhe realisht ne po nisemi si kampionat, si fitues. Është vërtet. Dhe këtu dua të dalun, përveç Majlindës dhe Norës, që cilat po shpresojmë dhe po urojmë që të na kthehen si fituese, cilat janë pritjet tua edhe për këto të dyja, por edhe për pjesën tjetër të ekipit? Me të drejtë, ata që shkojnë me normë olimpike konsiderohen favorit. Nga njëherë ndodh me befasu dikush edhe nga këta tëftuar nga komisioni trepalësh. Dhe është shumë e natyrshme që ne të presim medaljen nga Majlinda, por edhe Nora mund të na befasoj. Ndërsa nga këta 6 sportistë të tjerë, ajo që unë pres është që pikërisht në këto lojra olimpike ato ta tregojnë maksimumin. Do më thonë, mundësisht për qindën e sekondës ta përmisojnë rezultatin e tyre. Sepse është e pamundur dikush rastisht, nëse ka vrapuar, themi, 21 sekonda, që në lojra olimpike të vrapojnë 19 sekonda. Një gjatë tillë nuk është kurrë mundur. Nëse ka vrapu 21 sekondë, 21 sekundë e 1/100, ta është vrapon për 1/100 e sekundës, më mirë e konsideroj që ka fitu medalje, sepse ka bërë më të mirë në lojrat olimpike. Ato edhe gjatë kësaj kohe kanë pas progres, po nëse aty pra arrin edhe këtë rezultat, atëherë janë më të mirët. Sidoqoftë, ne nuk duhet bëjmë trysni, as vetë mos të ngarkohemi. Natyrisht jo. As vetë mos të ngarkohemi, por të relaksuar të i vështrojmë. Veç paramendoni në parakalim. Me flamur të Kosovës, shtetit Kosovës që se ka njohë ende dhe 81 shtete, e shikojnë 3 miliard njerëz. S'ka gjë më mirë. Po më rënqethe tani edhe mua. Po duhet të rënqethe çdo shqiptar kudo që është. Unë ka herë dhe kur flas rënqethe na vetë sepse e përjetoj njëjtë. Nuk ka gjë më të bukur këtë. Dhe para se me hynë në emision, nëse pe bëjnë një degresion, ai Nazmiu më do këtë quhej. Ai thashte që kishte energji pozitive. Kishte energji pozitive. Po, për çka, unë mendoj që çdo qytetar i Kosovës duhet ta ketë energjinë pozitive, sepse shumë gjenerata kanë vdekur për Kosovë me një ëndër të parealizuar që Kosova të jetë e lirë. Sa njerëz janë burgosur, sa njerëz janë masakruar. E pikërisht kjo gjenerat tash po e gëzon këtë liri. Kjo gjenerat po afirmohet, po i qetë vlerat e mirëfillta. Ato të cilat për vitet tëra kanë qenë të shtypura. Sikur mos t'ishte mundësuar që t'jemi antar të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Majlinda do t'ishte një qytetare rëndom. Tani është ajo heroina, është aseti më me vlerë që ka shteti i Kosovës. Dhe të njëjtë janë edhe këta të tjerët që na përfaqësojnë në drejtime të ndryshme, do më thonë ata veç plus që kanë me orë gjenerata të reja. Po shpresojmë që do t'jenë edhe më të mira dhe më të mira. Një pjesë e ekipit tashmë ka shkuar në Rio të Asmani, apo jo? Po, Eugen Saracini është, kemi bërë shef të misionit dhe jeton Rudari është tashmë ata janë në Rio dhe ata përkujdesen për pritjen e delegacioni tjetër. Delegacioni i radhës do udhtoj me 1 gusht, dikush udhton me 2 gusht, dikush me 3 gusht, por me 5 gusht do t'i shohim së paku 16 persona nga Kosova që do të defilojnë me flamur dhe 3 miliard njerëz do i shikojnë këta persona. Po besoj që do t'jetë një ditë shumë emocionuese si për juve, ashtu edhe për gjithë shqiptarët kudo që janë. Në mënyrë absolute. Unë uroj që të kthehen fitues, pse jo me medalje, por e thatë edhe ju, e rëndësishme është që ne kemi marrë pjesë në këto lojra dhe që patjetër do të kthehemi me ndonjë medalje. Unë po besoj që patjetër do të ketë një medalje.
Unë e thash më brëm në përfundim të fjales time në këtë ceremoninë e flamurit, në fjalinë e fundit, e thash po shkojmë si kampion dhe do kthehemi si kampion. Po shumë mirë, e thash po e shtoj këtu të televizioni juaj, po shkojmë si kampion. Do të sillemi atje si kampion dhe do të kthehemi kampion. Urojmë që t'jetë ashtu. Faleminderit shumë për kohën. Edhe ju. Faleminderit shumë.